Gjorgjina, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Sot ku e fokusuar? Ne kemi folur shpeshherë për premtimet në bujqësi, duke marrë konsideratë rëndësinë që marrin Kreshnik për sa i përket pjesës së madhe të popullsisë që prekin, por jo vetëm, duke marrë në konsiderat prodhimin e brendshëm bruto dhe ndikimi që ka bujqësia. Unë dua të sjell në rikujtesë disa nga premtimet që Scanintel ka bërë sa i përket ullinjve apo premtimeve të Partisë Socialiste për eksportet bujqësore në rreth 1 miliard euro. Ajo çka unë kam sjell sot është një premtim i Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër një premtim i Partisë Socialiste për të sjellë ndrysh ashtu si Scanintel ka bërë pra që në fillim të election room. Unë të doja që ta nisnim Kreshnik dhe kam titulluar grafikun nga fjalët tek fidanët sa arë ka në premtimin e Partisë Demokratike, duke marrë konsiderat premtimin për trefishimin e shekve, arrave apo lajthiave. Dhe unë jam fokusuar pikërisht tek arrat dhe për ta sjellë një formë ndryshe përmes disa komponentëve kryesor. Sa arra Kreshnik përbëjnë 3 herë më shumë se realiteti që ndodhemi aktualisht. Dhe me ndihmën e të dhënave të Institutit të Statistikave mund të themi se aktualisht kemi 833 hektar me arra. Çka premtimi në trefishim do ta çonte këtë vlerë në rreth 2499, pra rreth 2500 hektar. Si mund ta shohim ndryshe? Sa rrënjë arra do të kemi pas trefishimit? Dhe nëse bëjmë një analizë të thjeshtë për skenarin mesatar, pra për 300 rrënjë për hektar, ose nga ana tjetër nëse konvertojmë në metra katror, mund të themi që kemi një rrënjë për çdo 30 metra, pra që është një skenar ku një arr pra mund të jap maksimumin e saj të prodhimit dhe shohim që për llogaritja mund të nxjerrë rreth 757.273 rrënjë arra. Pra kaq pra për llogaritet nëse do të realizohej ky premtim, nëse Partia Demokratike do të ishte fituese e zgjedhjeve 11 majit, ky do të ishte finalizimi, le të themi, ose e parë një këndvështrim ndryshe premtimit sa i përket trefishimit të rrënjëve të arrave. Unë do doja të kaloja te grafiku i radhës ku sërish do të qëndrojmë po në këtë premtim Kreshnik dhe do të themi se sa kohë duhet për të arritur për të rritur dhe për të hyrë në prodhim një rrënjë arr. Kur mund të bëhet gati pra premtimi e thon me fjalë të tjera. Një pemë arre jep prodhim sipas të dhënave, gjithmonë referuar ekspertëve të kësaj fushe, jep prodhim të mirë pas 7 deri në 10 vitesh mesatarisht. Çka do thotë? Nëse mbjellja e arrëve pra fillon në vitin 2026, gjithmonë duke marrë parasysh skenarin më pozitiv për Partinë Demokratike, do duheshin mesatarisht edhe 2 mandate të tjera që ky premtim pra të finalizohej siç duhej. Pra ky premtim mund të jetë gati, le të themi, për zgjedhjet parlamentare të vitit 2033. Është një premtim afatgjatë, domethënë. Është një premtim afatgjatë që nuk mund të realizohet me një mandat. Pra nëse marrim të dhënat sa i përket pra një prodhimi të rrënjës së arrës, pra prodhim, le të themi, sa i përket një prodhimi të mirë që hyn në 7 deri në 10 vite, mund të themi që pas do duheshin 2 mandate që ky premtim të finalizohej plotësisht dhe të japi frytet e saj. Ndërkohë nga ana tjetër kemi një tjetër premtim i cili lidhet me Partinë Socialiste. Ne më herët kemi sjellë, unë theksova për eksportet, sot do të flasim për 1000 hektar sera të reja, thuhet në premtimet sa i përket sektorit të bujqësisë nga Partia Socialiste. Atëherë, sipërfaqja aktuale gjithmonë referuar të dhënave të Instat për llogaritet në rreth 1997 hektar aktualisht ku prodhohen perime të ndryshme. Premtimi i PS-s thotë që duhet shtohet dhe 1000 hektar stera, ndërkohë kemi pra një rritje me 50% dhe nëse realizohet, sipërfaqja e sterave do të rritet me gjysmën e totalit ekzistues. Por si mund ta trajtojmë ndryshe këtë premtim të Partisë Socialiste duke bërë shtesën për frym? Atëherë popullsia e Shqipërisë sipas censit për llogaritet në 2.4 milion banor, nga ana tjetër 1000 hektar për llogaritet në 10 milion metra katror, çka i bie Kreshnik 4.17 metra katror për person shtesë të serave pra për premtimin e Partisë Socialiste. Dhe thuhet që mund të jetë mjaftueshëm për të patur një perime personale në ster për çdo qytetar. Pra, këto ishin dhe 3 grafiket sa i përket premtimeve ndryshe këtë herë për bujqësinë, sjell pra në një kënd, le të themi në atë rubrikën klasike që Scanintel parapëlqen të quaj fan data Kreshnik. Gjorgjina, të falenderoj për statistikat interesante, do të takohemi sërish nesër. Faleminderit ju.